Përshëndetje dhe njëri kthehet ristori pra pas gati 2 javësh për të lënë hapësirë botrorit, por kthehemi natyrisht dhe për të reflektuar për atë protestë e cila sot vazhdon me forma të tjera, me mjete të tjera dhe me qëllime të tjera. Me mua sonte në program janë Arben Ramka, mbrëma Arben, kryetari i Qendrës Ndërfetare. Faleminderit, mbrëma. Knesi Skënder Mingjozi, mbrëma Skënder. Roland Lami, mbrëma Lami. Dhe Frok Qubi, mbrëma Frok. Ndërkohë presim dhe pamjet që vinë nga, ndoshta nëse regjia i ka gati, mund të na i transmetoj, janë pamjet e para që vinë nga protesta e sotme, këto pra janë pamjet cilat tregojnë një pjesëmarrje modeste të protestuesve. Sigurisht protesta e datës 4 korrik ishte shumë e madhe se kjo, por shumë e vogël se sa protesta e 20 qershorit, atëherë pra kur mbajt pra dhe ajo që quhet si protesta e diasporës. Arben, do doja ta nisja me ju. Sigurisht është një mund të rrim të flasim me orë tëra për këtë që po ndodh dhe për atë që s'po ndodh praktikisht në bulevard. Po ju si e shikoni këtë transformim të protestë? Ata shifrat nuk kanë rëndësi. Kush ka qenë në Washington e ditë aty në sheshin Lafayette para shtëpisë Bardh, janë 2-3 veta që njëri ka 27 vjet që proteston, tek pull, ditë për ditë. Pra, në protestë ka rëndësi kauza, nuk ka rëndësi pjesëmarrja. Po ama kjo pjesëmarrja ja vlen të hapi debatin mbi kauzën e kësaj proteste. Fillimisht protesta ka sjellë energji pozitive, në botë kuptimin tim, me të ri dhe të rejet edhe kanë gjallë një farë shpresë në shoqërinë shqiptare që shqiptarët mund protestojnë. Mbasi partitë kryesore, e thatë edhe ju në fillim, kanë pak atë problemin me opinionin publik, kanë shumë kohë që menaxhojnë situatën edhe. Ashtu se e menaxhojnë? Po, edhe mosmarrja e gjysmës popullsisë në zgjedhje është një protestë e heshtur në fakt. Ne kemi me prova, nga sondazhet këtu që bëjmë çdo javë që janë gati 30% që duan një gjë të re. Dalja e të rive, grave, me fëmijë, ka dhënë një pozitivitet. Në fakt, këto përzierja me dhunën është pak e paqartë se si ka mundësi ato aktet e dhunës që ishin komisariat apo mund të quhen në botë kuptimin tim si diçka nuk janë burimore nga protesta, mund të jenë nga faktorë të tjerë, cilët dikush e interpreton, ato drejtuesit e protestës interpretojnë si faktorë të ndikuar nga establishmenti, të tjerët të thojnë nga opozita e cila do të marrë rolin e leadershipit protest. Dhe opozita establishmentësh, opozita temi zyrtare. Megjithatë, me që sa kohë që protestuesit nuk kanë drejtues kryesor, neve mund ta mendsojmë, sepse patjetër duhet të ketë drejtuesit që ato të flasin edhe të marrin përgjegjësitë aktuale. Se s'mund të rrinë gjatë gjithë kohës të fshehur, do të dalin të marrin përgjegjësitë, ashtu si çdo lloj leadershipi, në çdo lloj loje politike apo çdo lloj kërkese sociale dhe politike që mund të ketë qytetari. Kështu që unë jam e mendimit që kjo protestë ka sjell kap shumë politikat mësoj, edhe ne si komuniteti fetare kemi shumë mësojmë nga kjo protestë, edhe shoqëria civile dhe intelektualët, inshallah shpresojmë shkoj për mirë, fundi të jetë i mirë. Lami, fillimisht ajo më kujtojnë ato pamjet e para të asaj shtune kur një protestë e çuditshme në thojza, në kuptimin e mirë të fjalës, pra po ne nuk është se duhet na surprizonte, pasi ne në sondazhe kemi parë këtë partinë e tretë, bile në një nga këta të establishmentit të opozitës na ka pas akuzuar, po praktikisht sondazhet tona u provuan drejt apo jo. Pasi u pa qartë që kishte një shumicë shqiptarësh, cilët nuk e donin qeverinë dhe nuk e donin mënyrën se si bëhej opozita. Dhe ato dolën shesh. Pastaj befas ata u larguan. Ajo çfarë unë mbaj mend, çfarë kemi diskutuar zoti Balla këtu në studio është kjo që do them tani. Ajo çfarë na bën në përshtypje në dhënat e sondazhit, që jo me drejt e theksoni, është fakti që her pas here aludoi që televizioni ABC News po bën diversion ndaj Partisë Demokratike nëpërmjet këtyre dhënave, duke krijuar një të dhënë fake, ajo që lidhet me të pavendosur. Dhe analiza ime ka qenë kjo, që të dhënat që jep sondazhi organizuar nga ABC News nuk ve në lëvizje Partinë Demokratike, as partitë e vogla. Por shkak se, siç e kemi diskutuar këtu, ata sot janë inekzistent në kuptimin e forcës dhe fuqisë që kanë për të rrëzuar qeverinë që kanë sot në pushtet. E vetmja fortë që ishte
dhe mund të kërcënoj ishte qeveria. Dhe në fakt, protesta në dha këtë gjë, që duke në nëzirë këtë masë madhe njerëzish, dhe jo thjesht njerëzit, por tipologjia njerëzit që janë aty, urbano, arsimtaro, shtrese mesme, e kështu me radhë. Pra njerëzit cilët njerëzit që orientohen nga arsyeja, jo shumë nga emocioni, njerëzit që orientohen nga prosperiteti, nga perspektiva, jo nga interesi i momentit, siç her pas here militantët e partive dy krave e shfaqin. E bënte interesante këtë lëvizje. Dhe ne këtu, fakti që po diskutojmë këtë, është risia që ka sjellë kjo protestë. Pra ajo çfarë mund të themi ne, kjo protestë ka rënuar establishmentin politik nga pikpamja e asaj çfarë nuk ndodhte më dhe gjithçka ishte parashikuar. Pra ti parashikoi qeverinë. Si pjesë sajt, a shikoni dhe në tash editorial, domethënë ata që kanë marrë pjesë në atë protestë, Rama e ka kot me ata nuk komunikon dot sepse ata thjesht nuk e duan. Nuk ka rëndësi. Ata nuk e duan. Ma ishte është, unë mendoj që nuk krahasohet dot me Berishën, por ata nuk e duan dot të dy sepse pretendojnë që Shqipëria duhet të ketë një version më të mirë. Po fakti që ata i largohen protestës, nuk tregon që ata janë larguar, ata janë prapa aty, thjesht janë në shtëpi, po nuk gjetën një alternativë të re apo. Pyetja atëherë që ne mund të ngrejmë këtu dhe po diskutojmë, dhe patjetër kolegët kanë shumë për thonë, si korelon cilësia, niveli e organizatorëve me cilësinë e personave që janë pjesëmarrës protestë. Tek organizatorët, fakti që ende nuk ka dukshëm të marrë përsipër kush e organizon gjithë të gjë, lën shumë hapësirë që të interferojnë shumë rryma dhe shumë nivele. Mirë, por kjo bëhet pika kruciale protestës. Sepse shfaqen arkivole, si që të thamë, shfaqen dhunë sporadike përballë politikëve. Pra ikin flamingot, ikin kalamajt që vizatojnë dhe vinë arkivole. Shfaqet një gjuhë përjashtuese, diku vrastar në kuptimin e të etiketuarit kundërshtarit, shfaqet një populizëm gati asgjësues në kuptimin verbal të kundërshtarit, i cili ka një mendim tjetër, dhe kjo e bën të parahatshëm, jo komod, prezencën e atyre që janë aty, nga pikpamja çfarë mendojnë, çfarë dinë, çfarë duan dhe çfarë dëshirojnë. Unë këtu e shoh pikën kruciale të kësaj proteste. Fakti që protesta nuk ka nxjerrë sa drejtues, mund të konsiderohet një pikë e fortë sepse ende ndoshta presin që të krijohet kjo valë, por duke qenë se nuk kanë dalë drejtuesit, aty kusht nuk mund të ndërhyjë. Dhe duke ndërhyrë rryma dhe korrente nga më të ndryshmet, që kanë agjenda nga më të ndryshmet, krijojnë një profil i cili nuk përshtatet me profilin e personave në shumicë që janë aty. Dhe kjo krijon për mua dy javë të para. Këtë efekt që ju shikoni aty. Skënder, ti ke shkruar rregullisht tot ditë për protestën. Për pjekur ta ndjek dhe ta analizoj si pas mendimit tim ata që shoh, ku ajo që nuk po ndodh më duket më rëndësishme se ajo që ka ndodhur. Pra, mas 37 ditësh, kjo protest ka brenda aspektin idealist për cilën folën dy zotrinj para folës, që është kjo aspekti bukur që e ka quajtur Rama. Pra, në fillim kjo protest u idealizua, më vonë, siç po shohim dhe tani, u berishizua dhe u albinizua, shpresojmë që në fund fare dhe mos banalizohet. Më thënë është, sepse kjo që tregon ti me pamje direkte, po i thoja Frokut ku po vinim këtu, qofse ne mbledhim sa persona, staf teknik kanë mediat në për furgona, sa reporter kanë terren, sa persona diskutojnë në për studio live tani që ne flasim, bëjnë më shumë se 150 veta që kam janë frikë se janë më shumë se sa protesta, të paktën në stadin aktual, se që ndodhë më vonë pastaj është tjetër gjë. Tani, me një proteste, cila, Sokol, refuzon të rritet, pra refuzon të ketë një kokë, është një trup, po që s'ka një kokë, me të spari nuk mund të komunikosh, sepse politika është ndër tjera dhe mbi të gjitha arti komunikimit. Pra, kur hidhet ideja që a duhet ketë një dialog me qeverinë, e para ata janë përjashtu sepse thonë ne nuk flasim me këtë klasë politike, do ta heqim gjithë sistemin. E dyta, edhe po duash të komunikosh me ta, ata nuk din të të thonë se kush i përfaqëson. Kam përshtypjen se kjo është një tipar dobësie, por që nga anë e tyre me një lloj mençurie instiktive përdoret edhe si një tipar force. Ç'dua të them me këtë? Në momentin që mendoj unë, ata do të fillojnë të identifikohen se kush janë dhe çfarë duan, aty do fillojnë dhe problemet, sepse do fillojnë ndarja e tyre që mund të quhen poste drejtuese,
hartimi atyre që mund të quhen platforma politike. Pra, në momentin që ata do të fillojnë të futen në korsin e organizimit dhe të ndërtimit, pra të ndërtimit të diçkaje të prekshme, ata mund të kalojnë direkt në përçarje. Pse? Janë të qarta rrymat tashmë, nuk janë të qartë liderët, por rrymat duken. Partitë e mëdha opozitare kanë futur duart si në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Berisha dhe Albin Kurti më së shumti. Në anën tjetër, 3 partitë e vogla përpiqen, megjithëse ne e pam eksperimentin Lapa gjatë dimrit që filloi dhe përfundoi me 5 veta te kryeministria, po edhe ata përpiqen ta përfundoi me tek pull, vetëm me vetën e vet. Përpiqen domethënë ta ushqejnë në obstruksionizëm nga brenda protestën për të marrë sa më shumë persona të tillë që Rama i konsideron të bukur dhe që realisht dhe ne na duken qytetar, urban, siç e thamë etj, gra me fëmijë, vizatojnë Flamengo. Pra, këtë pjesë që nuk e ka fituar askush deri më sot, që nuk e ka fituar as Rama dhe as Berisha, tani po e mësyn të gjithë sepse e shohin që kjo protestë për herë të parë e mishron dhe këtë pjesë të popullsisë e cila zakonisht nuk del zgjedhje, por që tani ka dalë shesh. Problemi është çfarë do të bëjnë me këtë energji që kanë krijuar në 37 ditë. Puna është energji nuk po e shohim më në rrugë, ose ne nga sondazhet ne e dinim që kjo energji e pa konsumuar ekziston. Patjetër. Tani problemi puna është rruga filloi ta konkretizonte. Çfarë do të bëjnë? Puna është nuk po e shohim më në rrugë. Protestuesit përballë qeverisë, por duhet mendojmë dhe përpiqemi të analizojmë çfarë do të bëj edhe qeveria përballë protestuesve në këtë situatë. Do flasim patjetër për këtë, se edhe kjo është pjesë e editorialit tim. Megjithatë, Frok, një shenjë kështu trishtimi të parë unë pata kur dëgjova të fjalën ti zgjedhim këto, ti zgjedhim me short. Se më kujtua, ti je të sigurt që e din që hera fundit që fatet e Shqipërisë u vendosën me kokra, ka qenë i famshmi referendumi dhjetore 45-s kur shqiptarët gjoja votuan pro Republikës Komuniste dhe kundër monarkisë. Pra, më riktheu në reminiscenca ato votimin me kokra. Të është më duket me kokra jeshile. 2 dhjetore 45-s. Me gogla, që me kokra, shuaj. Me kokra të zezat, me kokra. Si shtuat. Si shtuat, se të thash gjyshi, mraf me të pas me ka pasur. Ata që s'dinin shkrim e këndim, fusnin dorën këtej ose se maj me ngjyrë tani si leshën. Kjo ka qenë. Dhe ai mu më kujtoi kur tha ato ti zgjedhim me short. Po në një fshat të Matit ndodhi një gjë shumë e çuditshme atëherë, pak më siç e tregojnë. Se gjithë fshati votoi kundër pushtetit. Mirë po, kryetari i fshatit që është shumë i mençur. Edhe pa që kanë votuar gjithë kundër pushtetit dhe ajo kuptonte që s'do kishte shkolla për ta, s'do kishte punë, s'do kishte, domethënë do merresh do shpallësh në kula. Dhe mblodhi fshatin i tha dëgjoj, ta ndrojmë atë kutinë se do na marrin qafë. Dhe ndruan me gjëra të bardha. Domethënë ishin pragmatistë, sa pragmatistë sa e mençur është kjo protesta. Tani ju thoni një gjë shumë që vërtet do ishte pa besueshme. Edhe në një spital psikiatrik nuk e dëgjon atë që të ndidhet populli, gjithë populli, se atje ka një forum që quhet mbledhja e përgjithshme e popullit shqiptar në hijen e Rrapit. Domethënë, është një çudi e pa marrëzia nuk ka qenë kaq e trisht. Pastaj është kjo që me kokra, pastaj është ajo që me 300. Po pse ndodhi kjo, Frok? Pra le të themi një kaos e cila dikush është pro, dikush është kundër, ato mund ta diskutojmë prapë, a zvërnesin apo jo. Ky është thelbi që kjo protestë ishte një gjë që më vjen shumë keq, jam krejt kundër disave që thonë e bukur, ajo vetëm e bukur nuk ishte një protestë në krye të së cilës dolën njerëz pa ide, pa kuptim, pa gjë prej gjëje. Dhe mblodhen rreth vetes gjithmonë ata që dalin ashtu, mblodhen rreth vetes ignorantë të tjerë. E fjala ignorant nuk është e keqe. Po njerëz krejtësisht paditur, njerëz që s'dinë që shteti, që shoqëria si organizohet, shoqëria mendon një protestë që zhvillohet me njerëz që nuk dinë se në çfarë është shoqëria, domethënë nuk di se në çfarë është sapienca normale e këtij globi, atëherë çfarë do t'i besosh, si mund ta quash qytetare, si mund ta quash normale. Duke nisur nga ajo që thoni ju, domethënë
Kjo është një protestë, po dalim, po se dim se po dalim, po qeverisim, po s'po dim se pse qeverisim. Nuk është kështu. Do me thënë, të lutem pastaj. Patjetër. Dhe qysh prej fillimit protesta nisi pa objekt, u zhvillua pa mendim, erdhi me një nonsens politik total, pat një ngjyrim të ashtu quajtur, si thuash, qytetar, dhe pastaj u bë prap foltore e Sali Berishës. Do me thënë, nuk rezistoi dot në gjitha protestat e tjera, në gjitha protestat si që bën një parti. Çfarë dëshmon kjo për të ardhur tek pyetja juaj? Ose dëshmon se në grupimin 30% që për mua është i saktë, nuk ka tharm politik, nuk ka tharm mendimi, nuk ka tharm... Pa ato po kërkojnë një fytyrë, po kërkojnë një emër, nuk u del. Dhe kam frikë që edhe kjo protestë vërtetoj këtë që... Pikërisht. Që nuk del... Dhe dyta, për të pasur një objekt politik, për të pasur një objektiv, jo vetëm objektiv, por një teori, një tezë, duhet me patjetër të kesh një realitet. Kjo është një protestë e cila nuk bazohet, nuk ka gjë reale. Do me thënë, e nis me... Protesta sot, po thua, apo që kur nisi?